zhvendit. Ju flisni për shkollat reja, kur ndërkohë janë 265.000 nxënës që në 10 vite mungojnë shkollat shqiptare. Pra kjo është statistika, se këtu ka një handicap shumë të madh. Pra 265.000 nxënës më pak. 265.000 nxënës më pak në shkollat shqiptare se sa para 10 vitesh. Kjo vjen edhe për shkak të uljes të trendit të lindjeve, ëh, nuk vjen vetëm për shkak, po jo nuk është vetëm për shkak të asaj që thoni ju se ka shumë argumenta. Se vjen ulja e trendit të lindjeve, se janë shumë faktor. Arsyeja kryesore e uljes trendit lindjeve është eksodi. Ne këtu kemi qytete që është edhe kulturë, është edhe kulturë familjare, jo është kulturë. Patjetër, dëgjoj Petro, të lutem, një sekond. Është vetëm raporti i fundit i Eurostatit, që normalisht një pjesë statistikave i merr në Instat, që thot për 2024, 48.000 shtetas shqiptar kanë marrë pasaport në vendet e Bashkimit Evropian. Jemi duke folë për 2024. De facto, 48.000 bie 130 qytetarë në ditë që kanë ikur nga Shqipëria vetëm vitin 2024. Para mendoni se sa kanë qenë ikje gjatë pandemisë, pas pandemisë, pa folur këtu për valën e eksodit për azile. Kjo është ideja dhe kjo reforma që u bë, ishte ndërtjerë edhe për të parandaluar plagën e eksodit, se sot ajo është problemi më i madh. Ti që je në Elbasani, disa popullsi ka pas Elbasani në 2015 dhe sa ka në 2025, pra ajo bashkia vogël ku ke punuar ti me Qazim Sejdini? Sa është shifra sot? Sa është shifra? Mi thua të shifrat? Mi thua sa janë? Mi thua të shifrat sa janë? Ka më pak popullsi apo më shumë se në 2015? Patjetër që ka më pak, sepse ka një lëvizje. Patjetër, po ne nuk e pengojmë dot lëvizjen e lirë të qytetarëve. Ke dhe bashkim të komunave tjera me Elbasanin. Dhe prapë edhe me bashkimin e komunave, Elbasani ka një popullsi shumë më të vogël se sa kishte në